Përshëndetje të dashur zonja dhe zotërinj, ja ku po takojmë sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush tash themet më të fundit, paparaci çka ka kapur dhe se kush ku ka qenë, si ka qenë, tek ka qenë. Do të ndalojmë tek Egli dhe Gjesti. Egli dhe Gjesti, dy personazhe shumë të komentueshëm, shumë të hulumtuar nga media këtë kohën e fundit, të gjithë i kemi syt tek ato, nga po lëvizin, nga po shkojnë, çfarë po bëjnë, për çfarë punësh po shkojnë. Sot në Klan Kosova, në Kosova Today, te Kroni, i ftuar ishte Xeni, një shok i afërt i Eglit, ish banor i shtëpisë së Big Brotherit, një personazh që në fakt që kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit i ka qëndruar shumë afër Eglit, ka ruajtur atë shoqërinë besnike me Gjestin dhe ka treguar një djalë me vlera shqiptare, domethënë një tropojan të vërtet. Xeni sot foli pak e shumë për shkuarjen të Eglit në Kosovë, vizita e Eglit në Kosovë, që në fakt u bë publike nga vetë Egli ditën e djeshme në Instagramin e saj, ku në story Egli publikoi një fotografi nga një makinë tepër luksoze që ju e dini shumë bukur që janë makina që banorët të paktën në 4 finalistët do t'i përdorin gjatë një muajt pas përfundimit të Big Brotherit nga kompania Bully Momo, që ishte pjesë e Top Channel dhe e produksionit të Big Brother. Egli me këtë makinë super luksoze ditën e djeshme udhëtoi për në Prishtinë. Xeni e la sot të kuptueshme që Egli dhe Gjesti kishin qenë së bashku në Kosovë, do me thënë Gjesti vazhdon të jetë shoqërues në rrugtimin e tyre, nga buzëqeshja e Xenit dhe mënyra se si Xeni i jepte përgjigjet linte shumë të kuptohet që ato janë në rregull dhe po njohin njëri tjetrin, po ndërtojnë dashurinë e tyre, po ndërtojnë emocione pafund dhe po japin ndjesi publikut shqiptar, ashtu siç në fakt edhe patën vetë prezantuar mënyrën se si do të ndjekin rrugtimin e tyre të dashurisë. Gjesti dhe Egli tha që do ta ruajmë në privatësi këtë pjesën dhe vërtet po e ruajnë pafund. Domethënë asnjë nga kamerat, asnjë paparaci nuk del dot t'i kapën Eglin edhe Gjestin. Fotografia e Eglit është shkrepur në rrugën B në Prishtinë, ato të cilët banojnë në Prishtinë e din shumë bukur për cilën zonë bëhet fjalë, aty ka pas kaluar Egli, do me thënë edhe Shkëlzeni e latë nënkuptueshme që në fakt ka një raport më të afërt me Eglin, edhe pse është takuar, edhe pse kanë kaluar momente bashkë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit, e latë të kuptohet që ai dhe do me thënë Egli po punon projekte shumë të bukura, është shumë e qetë, ka kaluar çdo krizë në fakt që ne e pam brenda shtëpisë së Big Brotherit, një krizë shumë të rëndë shpirtërore, emocionale, psikologjike Egli që kaloi, por ditën e djeshme na kënaqën së bashku me Gjestin në Prishtinën e bukur. Ndoshta Egli me patjetër për periudhën afat kohore që është në Kosovë do të shkojë edhe në Pavlan, do të vizitojë dhe fshatin e Gjestit, vendin e lindjes së zemrës së saj. Domethënë dashuria e tyre po vazhdon të rritet, edhe pse ka nga ata që thonë që marrëdhënia mes Gjestit edhe Eglit nuk është aktive, marrëdhënia mes Gjestit edhe Eglit është e përfunduar, por nga veprimet, nga lëvizjet që bën çifti, dhe unë ua kam thënë dhe në për komentimet e tjera, do thënë nga lëvizjet në të njëjtat momente të paktën që bëjnë në për rrjetet sociale, kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre është në ditët më të bukura, thjesht duan të ruajnë privatësinë, dhe po të shohim nga gjëra të vogla, mund të kuptojmë gjëra shumë të mëdha, dhe në këtë rast e kuptojmë qartasit e bukur punën të Eglit edhe të Gjestit. Por gjithsesi është mrekulli kur dëgjojmë që një çift vërtet po lufton për të ndërtuar dashurinë e tyre. Do me thënë, Egli dhe Gjesti, si pas fjalëve të Xenit, më duhet ta citoj edhe njëherë në Kosova Today sot, tha që marrëdhënia e tyre është shumë e mirë, ato të dy kanë udhëtuar të dy për Kosovë, me patjetër dikush ja ka shkrepur fotografinë e Eglit, normalisht që nuk kanë qenë vetëm 2 persona, me patjetër që kanë qenë 3-4 persona, që në këtë rast mund të ketë qenë dhe DJ i Gjestit, DJ Gimbo, tashmë një figurë shumë e dashur dhe shumë e njohur, por edhe tepër e ndjekur nga publiku shqiptar. Kjo nuk kupton që marrëdhënia e tyre është fantastike. Është përmendur shumë diellza në fakt në këtë raport edhe marrëdhënia që Gjesti kishte krijuar dikur me këtë gocën që
brenda shtëpisë së Big Brotherit e ka quajtur si ish të dashurën e tij, femra e cila ka financuar pafund në jetën e Gjestit, kur Gjesti ka qenë në ditët e tij më të vështira të jetës, por në anën tjetër kemi edhe këtë pjesën që ndoshta Egli dhe Gjesti jashtë shtëpisë së Big Brotherit kanë arritur të njohin më shumë emocion nga njëri tjetri, kanë arritur të njohin më shumë shpirt të vërtet nga njëri tjetri dhe kanë krijuar një lloj besimi në dashurinë e tyre për të vazhduar rrugtimin edhe më gjatë. Dashuria e tyre nuk ka akoma konkrete diçka nga vetë çifti, domethënë të dalin publikisht ta thonë. Ne bazohemi në fjalët të cilët i thon miqtë të tyre të afërt, familjarët e tyre, lëvizjet që ato po bëjnë, por domethënë po shohim momente të bukura që po ndërtohen në këtë çift. Do kisha dashur opinionin më gjerë, sepse kam shumë komente që më shkruan edhe mesazhe privatësisht, të kuptojnë që ato të dy janë së bashku. Deri në këtë kohë ato të dy janë së bashku. Që të dy ndjekin rrugtimet e karrierës së tyre, që të dy punojnë me një intensitet shumë të lartë. Egli ditë më parë ka publikuar në Instagram një fotografi që është duke punuar një këngë në një studio në të cilën nuk kemi arritur dot ta zbulojmë se ku studio është, por patjetër që në momentin që videoklipi do të bëhet publik në rrjetin YouTube do të kuptojmë edhe ku studio ka punuar Egli këngën. Gjithashtu dhe Gjesti ditë më parë ka bërë publikimin e një fotografie, por domethënë publikimin e një fotografie që punon një projekt muzikor që do ta sjellën së shpejti. Por në ditët në vazhdim do të kuptojmë se si do të shkojnë daljet e klipeve të tyre, në çfarë datash do të jenë daljet, edhe pse dim shumë bukur që vetëm ditën e nesërme, nëse nuk gabohem, më datën 8 maj, Gjesti ka ditëlindjen dhe do të shohim edhe si do ta feston këtë festë kaq të bukur edhe kaq të madhe. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe shkruani pyetjet tuaja në komentet tona në YouTube.